Sot bëhen plot 35 vite që nga dita kur Lulzim Rexhepi u varros, por ajo ditë nuk ishte vetëm një varrim, ishte një protestë e heshtur popullore, ishte një betim kolektiv se padrejtësia nuk do të harrohej. Në Komorano mblodhen dhjetra mijëra njerëz, burra e gra, të rinj e të moshuar, nga të gjitha anët e Kosovës. Rrugët u mbushën me njerëz, dhimbje dhe zemrim. Populli po i jepte lamtumire një djali, por po i dërgonte edhe një mesazh pushtuesit se Kosova nuk nënshtrohet. Varrimi i Lulzim Rexhepit u kthye në një nga tubimet më të mëdha popullore të asaj kohe, një moment historik që mbetet i gdhendur në kujtesën kolektive. Sot, pas 35 vitesh, kujtimi i tij jeton ende, jo vetëm si një viktim e pushtimit, por si simbol i sakrificës për liri. E vëllau i Lulzimit, Arsim Rexhepi, rrëfen se si e mban mend atë kohë dhe sa herë që vjen 16 janari, si kur çdo ditë tjetër, ata e kujtojnë me plot dhimbje. Ka qenë janar, 16 janar vitin 1991. Unë faktikisht më qenë i vogël atë kohë, po e di që paraprakisht ja kanë pru thirrjen për ushtar, në fillim ka provu një farmyre me i kasojna dhe është shpërngur për një kohë në Austri, Gjermani. Po masandena u shkthy për shkak që frika ka qenë te baba, e si kemi qenë, po menoj se fëmijë pa e gishon, edhe pa të marrë vendim me shku, ushtar, ja pa të ndrru një nështë një 2-3 herë venin, so herë thirrje që ja qëshin, çdo herë janë rrejshin edhe venin. Edhe vendosi me shku. Ka qenë në Kroasi Virovitic, do me thonë një vit, ka qenë një muaj, ka qenë shërbim ushtarak, ati që e ka dhënë betimit në Istrit edhe e kanë vrarë. Po nuk ju kam mjaftu veç vrasja, po masandej e kanë marrë edhe e kanë hudhë para trenit, ja kanë prishë edhe kufomen, gjoja që ka bëu vetë vrasje. Faktikisht po, se tek ja pa të ndrrua venin 2-3 herë, edhe ty e pos parasysh veprimtarinë e tij para proke, aja veç ka qenë e ditne, po vllau ka provu aty letrat që i ka dërgu zakonisht, nashta jo në mënyrë drejt për arsye se u frigu sigurisht që dikush ka mi kontrollu ato, po në bazë disa vizatimeve që i ka bën ilustrime, kështu faqe të fletores në atë kohë, ka provu me na tregu që po provoj mu aratis, po nuk po moj. Se masanena gjanat personale ja kanë sjell që i ka pas, po në mesin e tyne ka qenë edhe një fletore që i ka mojt një vitar, dhe që asoj kohë sa ka qenë në shtri. Ka qenë vllau i dytë, gjatë kohës sa ka punu në atë kohë një legalitet bashkë me profesoreshen Vahide Ibriqi e gjithë njerëzit e asaj kohe. Po të njëjtën kohë shkujdes, se u poni vetë një person që u shkujdes për familjen tonë, ka provu me po tregtia ndryshme, me punu punë ndryshme, për me na mojt neve. Me një fjallë ka qenë atë kohë shpresa vetme për gjithë familjen tonë. Me si fëmijë edhe një më rritë, e po nonën e babën, çdo herë me lëtë në sy, besisht festat e vitore të këtë, kanë sjellë çdo herë me zgjedhje më të madhe në familje. Ka qenë një humbe, ka qenë një kohë shumë e vështirë, me në thonë, për familjen. Lulzimi, si tregova, për pas si u kujdes për familjen, për gjitha gjona, Lulzimi edhe më ka pagzu me emrin Arsim. Shpesh provoj me kujtu, po nashta për shkak që mosha ka qenë shumë e vogël, janë veç disa sekuenca që muj me mojt men kohën ku kemi jetu bashkë para se me vra. Një djali hareshëm, me plot energji, me një vullnet shumë madh ka qenë i pandalshëm. Gjithmonë me një energji pozitive. Kujtohet edhe a ditë kur jemi mbledh, me përcjell për ushtri, po manaj për pos familjes tonë, familja ma e gjerë, gjithë familjarë tjerë. Kur jena përshëndetu, më ka thonë unë po shkoj në ushtri, kush tash ty ko me dhe blej?
ato nuk e harroj kurrë atë. Sigurisht se ka qenë ndihmë shumë e madhe për familjen tonë. Ditë më kujtohet ka qenë 16 janori 1999, edhe ka temperaturat kanë qenë shumë t'ulta, po pavarësisht asaj shqiptarët po mënojnë të gjitha ftroje. Kanë qenë, nuk i ka pengu as temperaturat e ulta as të ftoftit për më bo bashkë edhe me dhon lamtomirën e fundit lulëzimit. Në post kamera, me që se ekziston tash kemi edhe aty video inqizimin e varrimit, po në bas kamera sa i ka numëru kanë qenë dikon të rrallë gjys milioni njerëz nga gjithë përroja shqiptare. Masa ndena nashta ka zgjau dikon për rreth 1 viti që kanë vazhdu njerëzit me orë, po kështu intenzivisht, po menoj ka qenë dikon 3 muaj, ka qenë jode të afërmeve tone hapur për ngushëllime në atë kohë. Mirë po edhe ditët e ngushëllimit, po menoj edhe ceremonia e varrimit ka qenë në patronazh, nëse muj me thonë, të Lidhjes Demokratike të asaj kohe. Tash kom qenë shumë i ri në atë kohë, po njerëzit e kohës janë konë edhe pjesë organizative, po menoj ditës të varrimit kallëzojnë si ka qenë janë për varrime para që ka qenë patronazhin e LDP-s në kohë. Sigurisht dhe unë edhe po besoj çdo familjar e gjithë shqiptarët ato që dëshirojnë është që mos barë gjitha rastet, edhe autor që i kanë kryer gjitha të krime me marrë dënimin e merituar. Lulëzimi nuk ishte vetëm një emër, por me të kujtohet një brez të tërë që u vlijua që Kosova të jetojë e lirë.